A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Paqja qoftë mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të drejtë. Siç kemi filluar pra me komentimin e Kuranit famlar, kemi arritur gjithsesi në surën El-Maide, në ajetin 18 me radhë. Radhës kalume ju e dini se kemi komentuar pra ajetet 10-17, kurse kësaj radhe do të komentojmë ajetet 18-31 të surës El-Maide. Pra pse ka marrë emrin surja El-Maide? Për arsye të zbritjes së sofrës Isait alayhis salam, që është një mrekulli prej mrekullive të pejgamberëve, gjithsesi mrekullia e njohur që e ka bërë Allahu për këtë pejgamber si faktologji dhe shembull për benu israelitët, të cilët ende nuk u bindën dhe prapë nuk u bindën edhe pse i kërku nisës zbritjen e kësaj sofre. Ajeti i 18 i surës Maide fillon kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat al-yahudu wan-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimma khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa lillahi al-mulku as-samawati wal-ard wa ma baynahum wa ilayhi al-masir. Jehudit pra dhe të krishterët thanë, ne jemi të bijtë e Allahut dhe të dashtunit e tij. Thua ju, e pse pra ai ju dënon me mëkatet e juja? Jo, ju jeni njerëz që ai ju krijoi pra. Ai fal atij që do dhe dënon atë që do. Sundimi i qiejve i tokës dhe gjithçka në mes tyre është vetëm i Allahut dhe vetëm te ai është e ardhmja. Pra, sigurisht jehudët dhe krishterët, pra të cilët e devijun atë kursin e do të thotë besimit në një Zot dhe nuk e mbajtën besën ndaj pejgamberëve të Zotit, ndaj udhëresave edhe më të mëhershme, ata devijuan pra nga kursi i monoteizmit dhe filluan të bëjnë krahasime të tilla sa që ngritën vetët e tyre dhe thanë ne jemi bijtë e Zotit, ne jemi kështu, ne jemi ashtu, sa që devijuan me të madhe. Dhe Allahu xhaleshanuhu përmes pejgamberit vet që ja zbriti këtë Kur'an, pra Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe mbar umetit islam, don t'ju tregoj se sundimi i qiejve dhe tokëve dhe çdo gjë që ka mes tyre është vetëm i takon vetëm Allahut. Pra nuk ka shok, nuk ka ortak. Siç tha Luqmani djalit vet, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. O djali im, pra mos i bësh shok Allahut, se shirki apo ortakëria, bërja shok Zotit, pra shpikja e një Zoti të rrejshëm ose një Zoti tjetër, është idhujtari dhe është devijim i madh. Dhe e ardhmja pra, wa ilayhi al-masir, pra e ardhmja është tek ai, pra tek Allahu xhaleshanuhu. Pra sillu vërtet u pështillu kudo që të shkosh, kthimi është tek Allahu xhaleshanuhu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Pra ne si njerëz jemi të Zotit dhe tek Zoti e kemi kthimin, e kemi ballafaqimin me gjykim, pastaj kthimin tek Zoti inshallah si besimtar. Pastaj vazhdon ajeti 19 me radhë: Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min rusuli an taqulu ma ja'ana
min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir. O i thartë librit ju erdhi i dërguar jon, ju sqaron çështjet e besimit fesë, pas tërpjesës të dërguarve, në mënyrë që të mos thoni neve nuk na erdhi as i dërguar që të na përgëzoj e as që të na tërheq vërejtjen. Pra ja, ju erdhi përgëzuesi dhe kërcënuesi. Allahu është fuqiplot për çdo send. Pra, po ju drejtohet edhe në kitabëve edhe aty në që devijun edhe me pejgamberët e kalum, po ju drejtohet i Madhi Zot se po ju thot se ju tash nuk keni arsye me thonë që nuk na dërgove të dërguam, pra ju dërgova Muhamedit alayhis salatu wassalam si përmbledhës të mësimeve të kalume të tashme dhe për ato që do të vinë deri në vazhdimsi në Yaumul Qiyame, në fundin e kësaj bote. Dhe nuk keni pra arsye sepse u dërgova të dërguarin min bashirin wala nadhir, pra i cili është i dërguar bashir wa nadhir, që është tërheqës i vërejtjes, përgëzues, bashir pra dhe tërheqës i vërejtjes. Është pra për bashir, përgëzues dhe kërcënues, bashir wala nadhir. Bashir wa nadhir, pra këto dy fjalë përdoren, bashir wa nadhir, që është për përgëzues dhe kërcënues. Për arsye se i përgëzon pra ata të cilët bajnë punë të mira, besojnë Allahun, me lajket të dërgumit, librat, gjykimin, kadan, kaderin, besojnë kiametin, shenjat e kiametit, besojnë pra ato që i është shpallur të dërgumit Muhammed alayhis salatu wassalam, besojnë pra në një Zot, e adhurojnë atë, falin namazin, e japin zakatin, agjerojnë Ramazanin, vizitojnë Qabën kur kanë mundësi, dhe këta janë robërit të cilët e besojnë edhe ihsanin, e besojnë Allahun edhe pse nuk e shohin, e besojnë sepse Allahu i sheh ata. Pra këta janë pra të cilët i përgëzon pejgamberi me xhenetet e bukura. Kurse kërcënim është për ata të cilët e dinë të vërtetën dhe me vetë dije të plot ja kthejnë shpinën, kërcënim për ta se do të ndërshkohen dhe penalizohen botën e përtejme. Edhe në këtë jetë do të kenë një jetë shumë të vështirë për shkak të veprave të këqija të tyre. Pastaj vazhdon pra ajeti 20 me radhë, wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Përkujtoi i dërguar kur Musa i tha popullit vet, o popullim, përkujtoni dhuratën e Allahut ndaj jush, kur në mesin tuaj dërgoi pejgamber, ju mësoi të jeni sëndues dhe ju dha çka nuk i dha askujt nga popujt. Pra Allahu po tregon pra në Kur'an për shembullin e rastin si përkujtim në historinë islame të rastin e Musës, që ju drejtu popullet vet dhe ju tha populli im, Allahu ka dhënë shumë të mirësi dhe dhurata. Ku në mesin e shumë mirësive është se ju ka dërguar shumë pejgamber për me mësue drejtësinë e të mirën. Dhe ju mundsoi ju që të jeni sëndus dhe ju dha çka nuk i dha askujt nga popujt e mëhershëm. Pra Allahu i dha pra këtyre krijesave, këtyre njerëzve, ju dha shumë gjana, ju dha sundimin, ju dha gjitha mundësitë. Pra këtu po tregohet pra rasti kur Allahu xhaleshanuhu pra i shpëtoi pra ben Israelitët dhe pasuesit e Musës, pasi u mbyll deti dhe faraoni meti aty dhe vdeq. Dhe po tregon se Musa po ju tregon popullit ben Israelit, këtij populli, po i thot Allah ju ka dhënë dhurata mëdha, ju ka dhënë gjitha të mira, dhe çka ju ka dhënë juve si ju ka dhënë asnjë populli më herët. Për arsye se ne e dim se Allahu ju dha shumë të mira këtyre njerëzve pasi shpëtuan nga dënimet e faraonit, sepse
dhuratat që ja u dha për shkak se ata ndjeken mësimet e Tevratit dhe ndjeken ato çka u mësonte Musa alayhis salam, të cilat mësime i merrte me frymëzim, me shpallje pe anës Zotit plot fuqishëm dhe gjendësh. Mirë, po ky popull ma vonë devalvoi nga kursi, sigurisht, për cilën gjë do ta shpjegojmë në ajetet në vazhdimsi edhe në kaptinat edhe në suret e ardhshme, ku trajtohet edhe çështja Samiriut Viçit, të cilat i kemi trajtuar disa edhe në surën Bekare, por do t'i trajtojmë edhe në surën Taha edhe në disa sure tjera, inshallah, si të na jep Allahu ymër dhe mundësi. Pra, ju dha çka të nuk e kishin as popujt e mëhershëm. Pra, gjithmonë kur vin këto ajete, kur thot wa idh qala, pra përkujtoni kur ai tha, pra Musa ose Ibrahimi ose varet nga ngjarja, pra kjo përdoret shpesh në arabisht, wa idh qala Musa për shembull i qaumihi. Pastaj kjo, pra këto janë mësime që popujt e mëhershëm si kanë pas ato mirësi, ato benefite që Allah i madhi Zot, çka ja u dha popullit të Musës alayhis salam. Pastaj u drejtua Musa alayhis salam popullit vet dhe i tha: ja qaumi dukhulul arda al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O popullim, hynin tokën e shenjtë të cilën Allahu ua premtoi dhe mos u ktheni mbrapa. Pse atëherë ktheheni të dëshpëruar? Khasirin, pra të dëshpëruar. Pra, ju drejtu popullit vet dhe i tha: hynin tokën e shenjtë të cilën Allahu ua pat premtu. Po nëse ktheheni mbrapa, atëherë keni mu bë përbuzës dhe do të bëheni bukpërmysësa. Kështu që nëse ktheheni pra mbrapa, thot, do të jeni prej të dëshpëruarve. Kuptohet se toka e shenjtë ose bekuar ishte ajo tokë që mbeti trashëgimi pasardhësve të Ibrahimit e që përfshin Jeruzalemin me rrethin. Zoti urdhëroi ben Israelitët të hynë të dhe të jetojnë aty. Mirë, pa ata nuk pranuan të luftojnë sepse kishin frikë prej atij populli që ishte në të, prej Amalikëve, që ishte popull i zhvilluar fizikisht dhe luftarak. Zoti u pat premtua aty në atë vend me kusht që ata të luftojnë, por ata jo vetëm që nuk bën atë, por edhe u shprehen në mënyrë të panjerëzishme, duke i thënë Musait: shko ti dhe Zoti ju të luftoni. Allahu a bëri haram hyrjen në të për 40 vjet, mbetën në një shkëtirë të humbur të hutuar. Ajo ishte pra mos ndëshkuese për ta. Pra, pastaj vazhdon përgjigja e këtij popullit Musës, çka i than? Pasi ky u tha: nëse ktheheni mbrapa, do të jeni për të dëshpëruarve. Këta i than: qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ata populli than: o Musa, aty është një popull i fuqishëm dhënues, prandaj ne nuk do të hyjmë aty kurrë derisa ata të mos dalin nga ajo, të na lirojnë pa luftë. Nëse dalin ata nga ajo, ne do të hyjmë. Pra, ishte një lloj preteksti për janë tyre. Dhe ky pretekst ishte një lloj ndoshta edhe hidje, Allahu na ruajt, sepse këta popull, si populli ben Israelitët, njihen shumë pra me dredhirat e tyre ndaj pejgamberëve të Zotit. Pastaj vazhdon ajeti 23 me radhë, thot: qala ar-rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim al-baba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi
wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dy burra prej atyre prizve që Allahu i kishte pajisur me bindje dhe kishin frikën e tij, thanë: hyni ju atyre nga dera, e kur të hynin nga jo, atëherë ju jeni nga dhënjës, dhe vetëm Allahut mbështetuni, nëse jeni besimtar të sinqert. Pra, po tregohet një rast që kanë qenë pra dy burra që ishin pe atyre që ju kanë prim pra këtij popullit që i tha Musa të hynë këtu, pra po tregohet se këta dy burra kishin pas bindje dhe frikë të madhe, dhe këtë bindje dhe frikë të madhe ua kish dhënë vetëm Allah. Normalisht se vetëm pe Allahut vijnë këto mirësi. Dhe tregohet se kur hyn këta nga kjo derë, pra kur të hyn nga kjo derë, ata do të jenë nga dhënjës. Dhe ju kishte thënë Musa alayhis salam, por edhe Allahu ua kishte mbjell në zemrat e tyre mbështetjen dhe bindjen ndaj tij. Dhe vetëm Allahut pra ti mbështeten nëse janë besimtarë të sinqert. Pastaj vazhdon kjo ngjarje, pra qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna fa'idun. Ata thanë: Musa, ne kur nuk hymë në të derisa ata janë aty. Shko pra ti dhe Zoti yt e luftoni, ne po rrim këtu. Pra, imagjinoni ky popull thanë se këta dy nuk janë njerëz serioz dhe derisa këta dy burra janë këtë mes, na nuk pranojmë. Edhe shkoti pra me Zotin tonë dhe luftoj atë popull që janë atje mizor, se na nuk po vina. Pra, shikoni pra si gjenin vazhdimisht pretekste të caktuara. Një herë gjetën pretekst që kinsa të toka janë të pushtuara nga një popull tjetër dhe ata janë shumë të vrasht dhe nuk mund të dilet mane të ballafaqoheshin me ta. Pastaj thanë që janë edhe këta dy pra përveç këtyre dy burrave që ishin mes tyre, po ky ishte preteksti numër 1, ishte pra që aty kinse derisa janë aty këta dy burra, shko pra thot edhe përhapet ti atë mendimin tonë, edhe mas teje bashk, masi ta krysh ti punën, na bësh të gatshëm problemin, na vim pasi ta rregullosh terrenin pra. Por vazhdon ajeti 25 me radhë: Kale Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruk bainana wa baina al-qawmi al-fasiqin. Musa i tha: Zoti im, unë nuk kam dorë pos vetes time dhe as vëllai im. Haruni nuk ka në dorë pos vetes, ose pos vetes sime dhe vëllain tim. Ndana pra neve prej popullit të përshtirë, të fëlliqur. Fasika, pra fasik, kuptohet fjala fasik, popull shumë i pisët. Pastaj vazhdon ajeti 26: Kale fa innaha muharramatun alejhim 40 sanatan ya'tihuna fil ard fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiqin. Allahu tha, ajo tokë është e ndaluar haram për ta 40 vjet. Do të sillen nëpër tokë të hutuar, ti mos u keqso për popullin e shfrenuar. Pra si shkak i këtyre dyftërsive dhe fasikxhive, pra si shkak i fiskut tyne, fasiklekut tyre, poshtërsisë dhe hiles tyne, Allahu vendosi që për 40 vjet mja u bë haram atë tokë me shkua, për shkak se i ban kufrun me i rand mjave të Zotit shkelem dhe nuk pasun pejgamberin Musa alayhis salam. Pra ky është me të vërtet dënim prej Zotit, dënim
që e meritoi ky popull dyftyrç. Pastaj vazhdojnë pra gjitha këto histori që tregojnë se me të vërtetë për këta ndalesa për 40 vjet që mbetën të hutum në përshkërtina ishte si shkak i asaj që vet ata e mbollën edhe e korrën. Mbollën të keqen, e korrën të keqen dhe këto ishin masa penalizuese për ta. Pastaj vazhdon ajeti i 27 me radhë واتلو عليهم نباء ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقابل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Lexoi pra Muhammed atyre jehudive të tjerëve ngjarjen e vërtetë të dy djemve të Ademit, kur të dy flijuan kurban, nga të cilët njërit ju pranua, ndërsa tjetrit nuk ju pranua. Ai që nuk ju pranua tha, unë do të mbys ty. Pra Kabili i tha Habilit që do të mbys. E ai që ju pranua tha, Allahu pranon vetëm prej të sinqertëve. Pra ne dim rastin e Kabilit dhe Habilit, kur Kabili e mbyti vllaun e vet Habilin për shkak se Allahu ja pranoi Habilit kurbanin kurse këtij s'ja pranoi. Pse se ky kishte zgjedh kurbanin më të keq, e Habili kurbanin më të mirë, dhe Habili ishte gjithmonë më i shkatët, Kabili ishte më demel, dhe kur na kujtohen këto dy personazhe na kujtohet edhe njerëzimi që është i ndam në përtaca dhe punëtor. Kështu që këta punëtorë duhet të dinë me maturi dhe mjeshtri që të tërheqin pas veti edhe përtacat, që edhe këta përtaca të minimizohen dhe të shtohen më shumë punëtorët. Përtatësia është pjellë të mallkuarit. Përtatësia është çufrog, është vatër e të mallkuarit. Përmes përtatësisë njeriu bjen në neglizhencë, përmes neglizhencës dhe pasivitetit njeriu bie në lloj-lloj sëmundjesh dhe humbet dhe bie prej të mallkumit shejtan. Pra, këto janë ngjarje që treguan pra lidhje me bijtë e Ademit, Kabilin dhe Habilin. Mirë po, vazhdon pra të shpjegohet kjo ngjarje edhe në ajetin 28 me radhë, la im besat illa yaddaka لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Pra unë e kam frikë Allahun, Zotin e botëve. Pra kjo ngjarje shumë e dhimbshme dhe shumë interesante. Thot Habili se nëse ti zgjat, i thot pra Kabilit, dhe nëse ti e zgjat të unë dorën tënde për të më mbytur, unë nuk e zgjas të ti dorën time për të mbytur. Unë i friksohem Allahut, Zotit të botra. Pra imagjinoni sot bota islame në çfarë kaosit madh është zhytur, kur vritet njeriu si të ishte ndonjë insekt. Kur dihet se çfarë ngjarje të mirë na jep Kabili me Habilin, Habili që ka qenë besimtar në rrugt të Allahut, po thot unë nuk ngrej dorë kundra teje vëllau im. Pra imagjinoni gjitha krimet që bëhen nëpër tokë dhe vrasjet, sikur gjithë njerëzimi ta kishte këtë ndërgjegjen e Habilit, nuk do ndodhte asnjë vrasje në rrugën toksor. Do të mbizotronte gjithmonë paqe, dhe ky është modeli më i mirë, modeli i Habilit, që i tha, unë s'ngrej dorë kundra teje. Pra nuk i shkonte as mendja me bën një gjë të keqe. Allahu na ruaj. Pra i tha inni akhafu Allah rabbal alamin. I tha pra Habili, unë kam frikë Zotin e botëve. Unë i kam frikë pra Allahut. Dhe frika Allahut e bën robin paqësor dhe bën njeriu që të jetë i dashur dhe i afrueshëm me krijesat e me krijuesin. Pastaj vazhdon ajeti
kuranor: inni uridu an tabbu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nari wa dhalika jazaa'u dhalimin. Pra unë nuk dua të ndëmbys, por dua që të bartësh mëkatin tim dhe mëkatin tënd e të bëhesh nga banorët e zjarrit. E është dënim i zullumqarëve. Pra, bartja e mëkatit të vllajt vet dhe vetë mëkatit vet, po ashtu, është rëndes mbi rëndes, sepse ai bart mëkatin edhe vet që e bani këtë krim, por edhe bart mëkatin edhe vllaut vet për shkak se ja mohoi për ati të jetuarit, subhanallahu, pra që Allahu i jep jetë njerëzve. Dhe ishte pra modeli keq Kabili, Allahu na ruajt, model i kriminalëve, kurse modeli i mirë ishte Habili, model i njerëzve që synojnë stabilitetin, paqen në tokë. Pra, ferri xhenemit do të jetë mbi zullumqarët. Fatawat lahu nafsuhu qatala akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Pra, atëherë epshi ti e bindi atë për mbytjen e të vllajt dhe mbyti ata. Ai mbeti prej më të dëshpëruarve, hidhroi prindit, mbeti pa vlla, u përbruz prej Zotit dhe u fut në xhenem. Allahu na ruajt, pra shikon çfarë dënim mbi dënim. Pra fitoi vetëm të keqen. Pra i dhënoi prindët e vet, nënën Ademin edhe Havën, nënën Havë pra edhe Ademin babën, i dhroi, mbeti edhe pa vlla, edhe u përbuz prej Zotit sepse bani krim. Pra të na të këqijat u mbledhen dhe e penalizu për shkak një akti barbaresk. Pra krim më të madh se ky nuk ka ku shkon ndonjëherë. Unë në librin tim Islami dhe ideologjia kam një temë, Islami dhe kriminologjia, ku e trajtoj krimin, vrasjen e parë në rrezullin theksor që është vrasja e Kabilit ndaj Habilit, që konsiderojnë dhe vrasjet dhe krimet më të mëdha në tokë, sepse kur vran vllau vllaun, a ka ma krim të madh. Allahu na ruaj. Pastaj vazhdon ajeti 31 me radhë: fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwarri sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوري سواءة أخي فأصبح من النادمين. Allahu dërgoi një sorë e cila graponte në dhe për t'i treguar atij se si ta mbuloj trupin e të vllajt, e ai tha: I miri unë, a nuk qesh javë të bëhem si kjo sorë e ta mbuloj trupin e vllajt tim? Ashtu mbeti i penduar. Pra, pastaj mbeti i pendum Kabili se e pa çfarë gjame të madhe bani, e pa çfarë të keqe të madhe bani, dhe tha: mirë për mu. Ja çoj pra Allahu si shembull një shpez, ku përmes kësaj shpezi pra Allahu dashni mi tregu çfarë krimi dhe çfarë gjaje të keqe bani. Shumica e tërmuese interpretuesve të Kuranit janë të mendimin se ky tregim lidhet me bijtë e Ademit, Kabilin dhe Habilin, të cilët duke mos u pajtuar me vendimin e babait mbyten mes vete. Disa mendojnë se fjala është për dy njerëz kushdo qofshin, sepse për gjithë njerëzit mund thuhet se janë vëllezër dhe se janë bijtë e Ademit, kuptohet kullun ademiun, gjithë jemi bijtë e Ademit. Mirë, po ky në shumicën e mufesirinëve, edhe ngjarja siç treguohet, por edhe fillimi i saj tregon për Kabilin dhe Habilin, si vrasjen e parë në rrezullin theksor dhe si
siç treguohet këtu, pra modeli i mirë dhe modeli i keq. Modeli i mirë është Habili, që nuk ngrev dorë ndaj vllavut vet dhe nuk bëhet kriminal, kurse modeli i keq është Kabili, që ngrev dorë ndaj vllavut vet dhe bën krimin dhe bëhet kriminal, por më vonë pastaj kur vjen shpeza edhe kur i bën një shpezë e mblën me dhe, ai e shef atë dobësinë dhe atë ligësinë e vet dhe pendohet. Allahu na ruajt, se me të vërtetë kjo ngjarje është mësim shumë i madh për mbar njerëzimin, e është mësim shumë i madh edhe për do që i thon veti musliman dhe vrajnë e prejnë e derdhin gjakun e njeriut nëpër tokë, ku dihet se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë të vrasësh një njeri pa drejt është njëjtë si mi vra gjithë njerëzimin. Pra Allahu na ruaj, se me të vërtetë jeta e njeriut është shumë e shenjtë, jeta e njeriut është e çmueshme dhe njeriu mbi të gjitha është ngritur nga Allahu xhaleshanuhu si krijesë me mendje, me ju ka dhënë për atij alam naj'al lahu al-'aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn, pra i dhon atina dy sy, i dhon atina pra gjuha, i dhën koka, i dhën gjitha të mirat pra këtij njeriu dhe është dhënë edhe udhëzimi i Allahut. Kështu që gjitha këto mësime pra, të cilat pak a shumë i përkujtuam së bashku në lidhje me ehli kitabet, të cilët sajonin dhe sajojnë gënjeshtra ndaj Allahut, ndaj besimit në Zot, pastaj i shajnë të dërguarit, pastaj treguohet pra, siç e tham edhe një herë, se pejgamberët vinë si përgëzues për ata që vazhdojnë rrugë drejtë në mirësi, i përgëzojnë se do të kenë xhenet, dhe kërcënues për ata të cilët kanë devijuar nga rruga e drejtë, i kërcënojnë se nëse nuk vazhdojnë në drejtësi, por rrinë në padrejtësi, do të jetë shumë e rëndë për ta në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ashtu pra treguohet rasti i Musës a.s. me popullin e Benu Israelitëve, kur Allahu u dha dhurat pejgamber pra, sepse dërgoi shumë pejgamber. Musa po i tregon që Allahu ka dhënë dhurata ndaj juve si Benu Israelit për shkak se ju ka dërguar shumë pejgamber. Dhe masi ju ka dhënë Allah këtë dhuratë, Allahu don me ju caktu juve me hyrjen në tokë fshehtë, në cilën Allahu ka premtuar. Mirë po, ai popull thanë jo, nuk pranojmë, se atje është një popull i fuqishëm edhe kemi frikë me hinj aty dhe nuk do hinj. Pastaj morën pretekst se janë një dy vetë besimtarë dhe na nuk pranojmë, edhe kjo ishte një pretekst për janë tyne. Pastaj i tha Allahut Musa, tha ja Allah, unë nuk kam dorë pos vetes sime. Pra edhe Haruni që ishte edhe ai besimtar në rrugën e Allahut, wa Harun akhi, që e bani Allahut mundshme pra Musait edhe Harunit mu taku me faraonin, me i fol me fjalë të buta. Mirë po, edhe vllai i faraonit, vllai Musait pra Haruni ishte besimtar, edhe tha ja Allah, unë nuk muj me garantu më tjetër, tash ky është Haruni dhe unë të garantoj vetëm për veten time. Kurse kjo pjesa tjetër pra nuk ju bindën urdhave të Zotit, kështu që Allahu i ndeshkoi dhe ja u bë ndalush me 40 vjet pra me hyrë këtë tokë, dhe për 40 vjet ata mbetën në përshkretina e u përkësu gjeni aty në mbetën të hutum ashtu të humun dhe të shfrenum. Pra këto janë disa ngjarje shumë me rëndësi. Pastaj treguohet ngjarja pra për bita e Demit, Kabilin dhe Habilin, për vrasjen e parë rruzën toksore, e cila ishte një krem shumë i madh. Treguohet modeli i mirë pra që është Habili, që duhet ta ndjekim ne si musliman dhe si besimtar, edhe modeli i keq që është Kabili, që gjithmonë ka qenë xhumash, ka qenë një përtac dhe në fund e konkretizoi me krim e me poshtërsi. Allahu nuk i don, inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin, pra Allahu nuk i don zullumçart. Kurse Habili ka qenë gjithmonë aktiv, ibadetçar, namazli, ka marrë kurbanin më të mirë e ka dhënë për Allah, e kështu që Allahu e ngrit inshallah atë në xhenet dhe na bashkon neve në xhenet me Habilin.
Dhe ai që i bindet epshit vet, puna e tij ka marru. Allahu pra i solli atij shembull njësor që e mloi vllahun e tij me dhë, dhe ky u trishtu kur e pa sorrën, një kafshë e cila po sillet më mirë kafsha me njërin, e mbi të gjitha më mirë kafsha po sillet me vllahun e tij se vet ai që e ka vllah. Pra ai tha, ai miri unë, dhe ishte për të thonë ashtu, sepse e kuptoi sa kishte shku puna, aq keq sa nuk kam. Pra këto janë mirësitë e Zotit, lutë Allahun xhaleshanu që të na falë, na udhëzojë, na drejtojë dhe të ecim mbi bazat kuranore, ta mësojmë Kuranin, siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thënë, më i miri për ju është ai i cili mëson Kuranin, por ua mëson atë dhe të tjerëve, në boft Allahu për të tillë dhe për këtyre. Juftoj që të na vizitoni në www.arbërberisha.net, të shpërndani këtë ligjërata në profilet e juaja në Facebook, Twitter, Instagram apo kudo që keni web faqet e juaja. Në YouTube mundi me marrë dhe me shkarku, në CD-ja, në USB-ja, në flesha. Dhe gjitha keni drejtën tonë me shpërnda dhe mu dëgju kjo ligjërat kudo. Dhe njëherë ju falenderoj të gjithëve. Do të vazhdojmë edhe ma jetë të tjera me radhë në komentimin e tyre nga ju. Pra ju përshëndes të gjithë dhe unë vëllai juaj në besim islam, imami magjistër Arbër Berisha. Na ndiqni në YouTube Multi Muslims Channel, na bëni subscribe dhe shpërndani videot tona kudo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum.